Tregtimi në anë të autostradës Levante-Pelen jo vetëm i gjelave të detit, por edhe i prodhimeve të tjera bujqësore, duke rrezikuar jo vetëm përdoruesit e rrugës, por edhe jetën e vetë fermerëve, është kthyer në një problematik madhore që kërkonte një zgjidhje të shpejtë. Për këtë arsye, Bashkia Mallakastër ka çelur një treg provizor i cili do të qëndrojë hapur deri në datën 28 dhjetor. Dhjetra fermerë të zonës kanë ekspozuar prodhimet e tyre bio dhe mjaft cilësore, ndërsa një zëri kanë ngritur shqetësimin për mungesën e tregut, çka u ka lënë stok veçanërisht 2 viteve të fundit, tonelata të tëra vaj dhe prodhime të tjera, duke u shkaktuar humbje të mëdha financiare. 2000, 2002, 2004 në sezonë. Prodhim maksimal. Tregu është shumë i dobët. Vitet e fundit se kjo që ke gjatë neve nuk reklamohet malli i vendit. Ai bie vaj nga Greqia e thotë është vaj Shqipëria thotë. Dhe kjo ka po të bllokohet vaj, unë them se me këtë sasi ulliri që është e mbjellë në Shqipëri, nuk furnizon dot Shqipërinë, jo më për botë për eksport. Ose të ketë pikë grumullimi. Shitje. Ka në 4-5 ton vaj, në 2 ton vaj e lartë fshatarët tjerë dhe detyrimisht ai kërkon ta shesi kokër ulliri. Se ku vete që kokër ulliri që marr unë bjella apo iksi, atje nuk i dihet. Punëtor nuk ka niku gjithë. Unë i kam shumë kërqi. Erdhi këtu, presat tyre nuk punuan tek unë. Mora punëtorit i kam dhënë 30.000 lekë në kujtal. Plus transporti, më fal. Ka dhe mungesë të tregut. Të bëhet pikë grumullimi ta marr si të atij botit, të shokut tim, edhe të timin, edhe të teatrit. Dash ta marr kokër, dash ta marr lek, siç e kam unë. Unë kam 2 kujtale gjysmë të vjerm. Si vjet shita 20 kujtal, 20 i bera, e kam gjendje në shtëpi, ku do ta shpjeu unë me gjithë plakën. Unë jam 85 vjeç. Plaka është 80 vjeçe. Ç'a ti bëj unë atij malli? Tregu është ai që merre fut të xhep, edhe paguan edhe punëtorin, edhe teatrin. Sa po shitet vaj si vjet? Urdhë? Sa po shitet vaj si vjet? Vaj sa doj ai. Unë shita 20 kujtal me 8.000 lekë. Ç'a nxora unë? Ç'a ti hethun ai do të haj ulliri, se po si hodhës tje pa i tyja. Po se punove, po se krosite, po se gjitha gjërat, urdhë, do 1.500 lekë në rejnë taj ta krosisi ulliri. Ka një kosto të lartë apo jo? Shumë kosto lartë se s'ka punëtor. Ndërkohë, tregu i shpendëve dhe i vajit të ullirit, që në ditën e parë u ka ardhur në ndihmë bashkëtuesve të gjelave, të cilët kanë mundur të shesin një numër të konsiderueshëm. Ky treg nga ka ardhur shumë ndihmë, që sot, që dita e parë ne bëhet 3-4 kërkesa. Ne jemi prodhues, nuk kemi tregtar. Pardon? Prodhojmë. Aty vjen ne sot na kanë 3-4 veta. Që i marrin për lokale. Për gjelin vjetit sidomos njerë duhet të ketë. Edhe anë të shazë defektet, makina për plasje, gjithë shka është, edhe ata të lodhu vinë. Për ne është shumë i domosdoshëm për arsye se ne vuajmë për këtë lloj tregu, për këtë lloj marketingu. Jemi në pritje për këtë lloj tregu. Unë kam fabrikën e vajit në fshatin Romës, kam sjell vaj edhe ulli kripe. Nuk ka treg, me fjalë kemi pasur treg vitet e kaluara, vinte italianë, si vjet nuk kanë ardhur. Unë ose doj sot në fabrikë 30 ton vaj. I kam në gjendje sot. 30 ton. I pranishëm ka qenë dhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, i cili në prononcimin e tij për mediat ka apeluar për mbështetje të prodhimeve vendase dhe u ka bërë thirrje të gjithë fermerëve të bëhen pjesë e skemave të subvencionimit. Pari më falenderoj kryetarin e bashkisë për mundësinë që i ka dhënë të gjithë tregut që sot ne jemi këtu për ta vizituar, dhe është një treg provizor i cili e inicioi jo vetëm në Bashkinë Mallakastër, por edhe në bashkitë e tjera, për një mundësi që t'i japin fermerëve për të shitur produktet e tyre, jo vetëm pjesën e vajit të ullirit, por edhe gjelin e detit siç ne kemi këtu sot, në mënyrë që prodhimi vendas të jetë në çdo tavolinë shqiptare. Dhe ne si Ministri e Bujqësisë patjetër që jemi në dispozicion dhe në ndihmë të çdo bashkie për t'i dhënë mundësi që tregjet e tilla jo vetëm
të jenë provizor, por edhe të jenë gjatë gjithë vitit, për t'i dhënë akses fermerëve shqiptarë, fermerëve të zonave, fermerëve të bashkive, qoftë të vogla, qoftë të mëdha, në mënyrë që të jetë Made in Albania në çdo tavolinë shqiptare dhe përveç se ne jemi këtu në Mallakasër sot për vajin e Ullirit dhe gjelën e detit që është traditë në çdo tavolinë shqiptare, duaj që të falenderoj kryetarin për mundësi që i ka dhënë këtij tregu provizor, por edhe deputetin e zonës, i cili është në krye të punëve dhe në pjesë e komunitetit gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë kohës. Jo vetëm pjesën e festave, por edhe në vazhdimsi. Proceset ndryshme, se nuk flasim vetëm për vajin e Ullirit, por edhe proceset e tjera që janë fermer në bashkitë të ndryshme për t'i dhënë mundësi bashkive që t'jenë bashkë me fermerët për të konkuruar në treg, jo vetëm në tregun vendas, por edhe në tregun evropian, pasi ne duhet dalim me cilësi shumë të mirë dhe të qenë bashkuar me një sasi akoma më të madhe. Pra, duhet qenë bashkë ne arrijmë të shkojmë me një cilësi dhe një sasi akoma më të madhe për të qenë tregun evropian. Ka ardhur koha që tregjet informale të marrin fund? A duhet të ketë një formalizim tashmë, duke qenë se aspirohet edhe për Bashkimin Evropian? Ne jemi që të ndihmojmë bashkitë, që tregje të shkojnë drejt bashkimit të gjithë fermerëve, pra ne mos kemi tregje në çdo cep të rrugës apo kudo në vende të papërshtatshme edhe ndaj akseve rrugore apo qyteteve, mes qyteteve, po mund të themi. Gjithsesi, kjo është një bashkëpunim midis qeverisë dhe bashkive për t'i dhënë mundësi që tregje, siç është jo vetëm për gjyrën e gjallë, por edhe ndaj tregjeve të fruta perimeve, që disa bashki janë në procese sipër për të vazhduar dhe për të implementuar tregje të tilla. Ne do t'i shtyjmë bashkitë nga ana jonë si qeveri për t'i ndihmuar qoftë në buxhet, por edhe ndaj projekteve që të formalizohen ndaj tregjeve të bashkive. Ndërkohë, fermerët kanë kërkuar një zëri ngritjen e pikave të grumbullimit, certifikimin e prodhimeve të zonës për të qenë më konkurruese në treg, ndalimin e prodhimeve të importit dhe të jepet fund tregut informal.